Një natë më parë, kur ishin kampin e vetë pra magjistarë, 10.000 magjistarë, dhe Musa a.s. flinte i qetë në çadrën e tij bashkë me Harunin, siç tregohet, bëjnë plan kryetarët e magjistarëve, më të mëdhenj thonë, çfarë ka ky? Ka një dorë që e fut këtu në si këtu në gjirin e tij dhe nxjerr të bardhë, dhe ka një shkop që e hedh dhe bëhet gjarpër. Ata bëjmë kështu thonë, shkojmë tash në darkë, ja marrim shkopin dhe deri nesër mëngjes nuk ka çfarë bën se do dali i papërgatitur ta nxjerrim keq nesër mëngjes. Dhe ndërkohë që Musa me Harunin alayhi salam flenin, shkon dikush nga magjistarët që të marrë shkopin që ishte i mbështetur në çadrën e Musait alayhi salam, sa zgjat dorën, shkopi kthehet në gjarpër dhe e pickon dhe e kafshon, subhanallahu. Kthehet më njëherë tek magjistarët dhe than Allah, si ka mundësi magjia të punoj duke qenë magjistari në gjumë. Aty e kishin marrë një mesazh të madh, se ata ishin mashtrues të mëdhej. Ata ishin intrigantë të mëdhej, e dinin se si funksionon magjia. Dhe thanë kjo nuk është magji. E kishin marrë mesazhin e parë. Dhe në këtë rast mlidhen edhe një herë edhe diskutojnë me njëri tjetrin, ndërsa faraoni që i thotë, hadani le sahiran yuridani yukhrijakum. Këta janë dy magjistar, janë dy të poshtër, i thotë, që duan juve bashkë me popullin ton, që të na heqin nga mirësitë që kemi. E pastaj yadhhabu bi tariqatikumul mutla. Ju a marrin juve triumfin edhe fitoren, e këta të ngrihen ju tuleni, subhanallahu. Pra imagjino se çfarë vlonte aty dhe se çfarë ndodhte aty.